O hoxh, gjitha gjërat po më shkojnë ters. S'di qa me bo mo. Vetëm hudhja, thot nga balkoni më ka ngelur si opcion. Na shkatroj, thot stresi. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo vështirësi. Elus Zotin e gjithësisë që çdo breng të ta largoj. Të këshilloj që t'i rregullosh raportet me krijuesin e gjithësisë, me Allahun e lartësuar. Zoti i gjithësisë është ai që na ka fal jetën. Allahu i lartësuar është ai që i largon vështirësitë. Të këshilloj që me ju drejtu Allahut të lartësuar. Me i rregullu raportet me krijuesin e gjithësisë. Ai bën rrugdalje. Mos e humb shpresën tek Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë na premton në Kur'an, thot, me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi. Pas vështirësisë vjen lehtësimi. Qa do lloj vështirësie të kesh, dije që është kalimtare. Do ta bëj Zoti mirë. Mos e humb shpresën tek Zoti i gjithësisë. Të këshilloj që të ngrihesh në 1/3 e fundit të natës. Merr abdes dhe fali 2 rekate namaz. Aty në sejdë është vendi ku njeriu është më pranë krijuesit gjithësisë. Aty shprehja nevojën Zotit gjithësisë. Shprehja brengat vështirësitë që ke Allahut lartësuar. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Ud'uni astajib lakum", lutmuni mua të përgjigjem ju. I nderuar ose e nderuar. Dije që nuk është vetvrasja zgjidhje. Nuk është kjo zgjidhja. Ky lloj vendimi është vendimi i njeriut, pra që njeri i dobët. Përndryshe, besimtarja është i fortë, ka besim tek Zoti i gjithësisë dhe nuk dorëzohet kollaj. Me hedhjen nga balkoni, me vetvrasjen, ti vret edhe disa të tjerë, edhe nëse nuk i vret në realitet. Po babain, pra, a nuk ka më jetë për të. Nënën, nuk ka më jetë për të. Vllajin, motrën, fëmijën. Pra nuk është ky vendimi i duhur. Hidhron Allahun e lartësuar, krijuesin e gjithësisë. Allahu na ka fal jetën, ai e merr. Kështu që të këshilloj që më bëj fort, me i përballu vështirësitë. Zoti e bën mirë. Rregulloj raportet me Allahun e lartësuar, lutju Zotit gjithësisë, se ai i largon vështirësitë. Ai i rregullon çështjet. Allahu ja lehtësoft.